Misteri i brendësisë së Qabes. Miliona njerëz çdo vit rrotullohen rreth Qabes, por shumë pak njerëz në botë kanë hyrë ndonjëherë brenda saj. Çfarë ka në të vërtetë brenda Qabes? Ndryshe nga sa imagjinojnë shumë njerëz, brenda saj nuk ka objekte të shumta. Brendësia është relativisht e thjeshtë. Ka 3 shtylla prej drurit që mbajnë çatin, disa llamba të varura dhe muret janë të mbuluara me mermer. Në një nga muret ndodhet edhe një derë që çon drejt çatisë së Qabes. Brenda ka gjithashtu vend ku njerëzit mund të falen, sepse çdo drejtim brenda saj konsiderohet drejtimi i saktë për namaz. Një tjetër detaj interesant: brenda Qabes nuk ka dritare. Drita hyn vetëm kur hapet dera. Për këtë arsye, atmosfera brenda përshkruhet si shumë e qetë dhe solemne. Sot dera e Qabes hapet zakonisht vetëm 2 herë në vit për një ceremoni pastrimi të veçantë. Vetëm persona të saktuar lejohen të hyjnë. Pra, ndërsa miliona njerëz e shohin Qaben çdo ditë, brendësia e saj mbetet një nga vendet më pak të parë në botën islame. Një vend në qendër të vëmendjes së botës, por ende i mbuluar me mister.